Pas gati 25 vite, shqiptarët më në fund kanë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, thonë nga koalicioni Blen. Sipas tyre, që nga viti 2001 e deri më sot përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është përdorur për propagandë e për mashtrim politik. Blen siguron se sot kjo merr fund pasi ka ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i përpunuar edhe me sugjerimet e Komisionit të Venecias, ku themelohet trup koordinues qeveritar i udhëhequr nga zëvendës kryeministër shqiptar që do të monitorojë dhe do të garantojë zbatimin. Tash kjo çështje ka adresë, ka përgjegjës. Ky ligj sjell edhe një ndryshim tjetër shumë të madh. Nuk do të ketë më vetë deklarime të rreme dhe mashtrime në kurriz të shqiptarëve. Do të ketë metodologji të bazuar në të dhëna reale. Pra, nuk do të ketë më hile, nuk do të ketë më mashtrim me numra, nuk do të ketë më lojra prapadere. Brenda 6 muajve, i gjithë legjislacioni duhet të harmonizohet me këtë ligj. Kjo do të thotë se nuk po bëjmë lëvizje sa për sy e faqe, por po vendosim rregull një herë mirë. Por nga BDI thonë se me Blenin po shitet barazia, po varoset e ardhmja dhe sipas integristëve është tradhtie e hapur ndaj çdo arritje për të cilën është sakrifikuar me dekada. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i hartuar nga Karakamisheva dhe i përkrahur me bujë nga Blen nuk është arritje, është regres brutal, thuhet në reagimin e BDI-s. Nuk parashek kuota etnike, që do me thënë ne përsëri do të vazhdojmë si para vitit 2001, kur shqiptarët ishin vetëm 0.2% në administrat. Nuk parashek obligim për institucionet që t'i identifikojnë në bazë të etnisë qytetarët me rastin e punësimit apo avancimit. Nuk parashek dispozita sankcionuese, me një fjalë, një ligj mashtrimi, kurthi, pa shpirt, pa drejtësi. BDI thotë se kjo është vija e kuqe dhe alarm, dhe ajo që dhe më shumë sipas BDI-s në këtë dokument që shuan të drejtat qëndrojnë edhe firma shqiptare.